tërë, vetëm për përjashtoj, unë jam i Kosovës. Për te këtyne katërve menoj që ka një trashëgëmi të miqësisë speciale midis Kosovës dhe figurave më eminente politikbërse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sidomos në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse aty historikisht ka qenë ai brumi përmes cilës ne kemi arrit me ndiku politikën e jashtme amerikane. Dhe në të dyja taborët, republikanë e demokrat, kjo ka qenë ajo formula e suksesit që menoj edhe sot nga gjitha organizata në Shtetet e Bashkuara që lobojnë për çështjen e Kosovës. E kuptoj që shpesh njerëz ndihen se dyqysh kjo puna e lobimit në Amerikë mo ka marrë fond se jemi mbështet, jemi pavarësu çana duhet, e kemi ambasadën, e kemi ministrinë e jashtme. Shqyr zotit që i kemë të NATO. Mirë po, avokimi për një kauzë madhore, që është kjo e Kosovës, kur ne kemi kërcënimet vazhdueshme nga fëmijë jonë kryesor, verior, Serbia, kur ne kemi një blokad paarsyeshme por politike nga disa vende europiane, që nuk janë armiqësore ndaj Kosovës, por për arsye ndryshme politike ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, po mbigjetha kur kemi një dinamikë të jashtëzakonshme zhvillimeve gjeopolitike në gjithë globin, fillon me luftën Ukrainë-Rusi, përfundon deri te kjo me Iranin, ti e kupton që për një vend i vogël si Kosova, vjen një misie jashtëzakonshme me një titullar të madh të përcaktimit të gjeopolitikës,